Edi shprehet qartë dhe me sinqeritet se ai nuk e ka ofenduar Elionën dhe se kjo gjë është kuptuar edhe nga vetë Eliona. Madje, ajo ja ka shprehur këtë edhe në gjermanisht, duke treguar se e ka marrë mesazhin e tij ashtu siç ishte, pa keq kuptime dhe pa ndonjë ndjenje të keqe. Për Edin, kjo është e rëndësishme, sepse qëllimi i tij nuk ka qenë kur të lëndoj apo të ul dik, e aq më pak Elionën. Megjithatë, Edi tregon maturi dhe respekt duke thënë se edhe sikur fjalët e tij të jenë interpretuar ndryshe apo të kenë tingëlluar si ofendim, ai është i gatshëm të kërkojë falje. Jo sepse ndihet fajtor, por sepse respekton situatën, moshën dhe pozitën e Elionës në shtëpi. Ai thekson se Eliona është më e vogla në shtëpi dhe mbi të gjitha është vajzë, ndaj meriton respekt, mirëkuptim dhe kujdes të shtuar në komunikim. Edi shton se në një ambient ku jetojnë shumë njerëz bashk, debatet, keqkuptimet dhe fjalët e thëna me nxitim janë të pashmangshme. Por ajo që ka rëndësi është mënyra se si përballohen këto situata dhe sa gatishmëri ka secili për të reflektuar dhe për të mbajtur një klimë të shëndetshme. Për të, kërkimi i faljes nuk e ul askënd, përkundrazi e bën njeriu më të fortë dhe më të respektueshëm. Ai thekson se e vlerëson Elionën si person, si vajzë dhe si pjesë të shtëpisë, dhe nuk ka asnjë qëllim ta vendosë në siklet apo ta bëjë të ndihet e nënvlerësuar. Respekti ndaj saj vjen natyrshëm, jo vetëm për shkak të moshës, por edhe për shkak të edukatës dhe vlerave që ai vetë mban. Edi shpreson që çdo gjë mes tyre të mbetet e qartë, pa ngarkesa emocionale dhe pa keq interpretime. Në fund, ai thekson se harmonia, respekti dhe komunikimi i drejtë janë më të rëndësishme se çdo debat apo fjalë e thënë në moment nervozizmi. Për Edin, marrëdhëniet njerëzore ndërtohen mbi mirëkuptim dhe respekt, dhe kur këto ruhen, çdo keqkuptim mund të kapërcehet me qetësi dhe maturi.